Është më tepër të tjera informacione ku në vendin ton çdo gjë lejohet dhe çdo gjë mund të ndodh. Prej disa muajsh firma lider në industrinë e ndërtimit në vendin ton po përndishet barbarisht me gjoba abuzive dhe absurde për një shtet së drejtës. Casell është një nga firmat më prestigjioze në Shqipëri në industrinë e ndërtimit. Nga të dhënat në këtë industri, Casell është lider në tregun për skelat e ndërtimit të objekteve të ndryshme, si brenda apo dhe jashtë vendit. Të gjitha mjetet që kjo firmë operon në tregun shqiptar janë brenda parametrave europian të sigurisë dhe me të gjitha janë prodhimi i vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Casell SHPK ka shtrirë aktivitetin e saj edhe në vende të ndryshme të Europës, si në Angli, Itali dhe Turqi, ndërsa në Shqipëri përpara një viti ka marrë çmimin Bleta e Artë për sigurinë maksimale në punë. Mirëpo në vendin tonë çdo gjë lejohet dhe çdo gjë mund të ndodhë. Prej disa muajsh, kjo firmë lider në industrinë e ndërtimit në vendin tonë po përndiqet barbarisht me gjoba abuzive dhe absurde për një shtet të së drejtës. Sipas administratorit të kësaj firme, bëhet me dije se kamionët me ngarkesë bllokohen nga policia dhe çohen në komision, por kjo është një humbje kohe për firmën. Mos respektimi orareve me nën kontraktorin që ka një kontratë të rregullt dhe me të gjitha letrat në rregull. Mëtej ai shton se bazuar në rregullat italiane ku ai ka punuar për 15 vite, nuk i ka ndodhur kurrë një gjë e tillë. Ne si firmë jemi të detyruar të kërkojmë drejtësi, madje deri në instatet më të larta të drejtësisë europiane, ka thënë ai. E gjithë kjo histori gjobvënie që shteti shqiptar ka nisur të aplikojë ndaj biznesit duke i bërë presione të vazhdueshme për pagim gjobash tek drejtuesit dhe politikanët shqiptar, vjen në një kohë kur një kompani e tillë me emër jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë tij, është vlerësuar maksimalisht për siguri në punë.